për draft statutin dhe jemi të folë për marrëveshjen e Brukselit dhe të Ohrit. Kjo përballje sot edhe me përmes KQZ-s, edhe me listën serbe, është një lloj përpjekje për shmangje. Marrëveshja e Brukselit, dashtëm e zdashtëm na me pranu, aty është një pikë cilën e ka pranu kryeministri Kurti dhe po thot veçlet e qëtë pola tjetër në shkrimin se zbatoj edhe une. Edhe e dini çka është ajo, që duhet me përsërit se e kena harru pak, vetë qeverisja e komunitetit sërbë në Kosovë. Çka nën kupton vetë qeverisja? Mirë mëngjezi. Vetë qeverisja ka me nën kuptu edhe vetë qeverisjen e arsimit edhe shëndetësis nga komuniteti sërbë në Kosovë. Pik. Në kuadër të sistemit Kosovës. Absolutisht. Mirë po me vetë qeverisje. Edhe ti këto nuk mundësh me e bo pa marrëveshje. Nuk mundësh në asë një formë pa marrëveshje me bo. Mundësh me tentu. Mundësh me tentu. A mundësh me zbatu o pun tjetër. Sepse të bojkotojnë. Qka ki me boti nëse të bojkotojnë? A do të shkosh ti mi mshel krejt shkollat edhe shtëpit e shëndetit në përkatune